faktikisht të dy shtetet janë që na nuk kemi, sa i përket anës futbollistike kemi marrëdhënie, po sa i përket anës shtetërore nuk kemi, kështu që ne e mirë është kështu që ka ardhur Kupa Botërore në Evropë, duke pas parasysh që Evropa prin me klube, me futboll, me të gjitha me kombëtarë dhe edhe me klube, sidomos në ligën e kampionëve të UEFA-s. Të gjithë pothuajse këta futbollistë më të mirë që kanë luajtur nëpër kombëtare të tjera të kontinenteve të tjera janë nëpër klubet e Evropës, nëpër ligat e ndryshme si në Spanjë, si në Gjermani, në Belgjik, në Itali dhe gjithandej. Pra ardhja e Kupës Botërore në Evropë, nëse mund ta quaj kështu, ka aspekti i futbollit UEFA, sigurisht që ka impakt më të madh për futbollin evropian dhe sigurisht edhe për futbollin e Kosovës. Nëse ka mendu, domethënë kush ka me qenë fitues, ne favorizim ja kam dhënë për vete time duke pa ekipin e Francës, për mua ka qenë favoriti kryesor, po edhe Spanja ka qenë ekipin në këtë ekip që i kom dhënë për 3-4 ekipeve që kush mund të jetë fitues ose favorizues këtë pjesë. Unë kam menuar që do të jetë sigurisht finalja mes Spanjës dhe Francës. Dhe Franca do të jetë për mua ndoshta ka qenë ekipi më i mirë i Francës. Por ja se në futboll është diçka tjetër dhe shihet kjo që Spanja dul fitues edhe kampion evropian dhe kampion botëror.